një mbrëmje madhe emocionesh u përjetua gjysmëfinalja The Voice Kids, një hap para finales së madhe me 6 zëra triumfues. Në këtë finale të The Voice Kids do të shkojnë Cindy dhe Frenzy nga skuadra Gjoka, Rita dhe Klea nga skuadra Eneda dhe Ana dhe Denisi nga skuadra Miriam. Për skuadrën Gjoka, pavarësisht se të gjitha vajzat u ngjitën në skenë si profesioniste, verdikti i publikut përcaktoi fituese Cindyn dhe Frenzyn. Për skuadrën Eneda, Rita këndoi Creep me stilin jazz që i përshtatet më së miri, ndërsa Klea me Show Must Go On përçoi gjithë mesazhin dhe energjinë e kësaj kënge. Për skuadrën Miriam, Ana u ngjit në skenë me Dream On, një interpretim i sigurt dhe i fuqishëm, ndërsa Denisi solli Applause nëpërmjet një performance energjike, çka ju siguroi atyre një bilet për finale. Me votat e publikut, këta artistë merituan të quhen zëri finales në The Voice Kids, duke larguar konkurrentët e tjerë përkatësisht nga 2 për secilën skuadër. 2 të ftuarit e mbrëmjes gjysmëfinale ishin Stendalt Mihilli dhe Klinti Çollaku. Duke jetuar edhe një herë mbështetjen dhe duar tërkitjet e publikut në skenën e The Voice, që i mirë priti me kënaqësi. Gjithçka ka qenë live në faqen zyrtare të The Voice Kids në Facebook dhe është pasqyruar edhe në The Voice Room. E gjithë vëmendja e publikut tashmë është java e ardhshme, një finale paharrueshme me 20 triumfues, që do të kurorëzohet me kupën e artë të The Voice Kids. Të premten në orën 21 në moderimin e Ledion Liçës në Top Channel. E premte e ardhshme do të jetë një nga ato net që do ju bën të rimendoni edhe një herë televizionin.